Përshëndetje, sot do t'ju tregoj recetën e revanis. Për një revani më duhet 3 vezë, 1 gotë sheqer, pak krip, I rrahim me rasë korrenti ose dhe me dorë sipas mundësisë. Më pas shtojmë 1 gotë vaj, 1 gotë kos, 1 pako vanilje dhe 1 pako pluhur fryrës. Në fund shtojmë mielin, afërsisht 2 gota e gjysmë. Në varësi të gotës, mund të dojë sasi të ndryshme mielli. Pjekja në 180 gradë në furrë të parangrohur. Sipas dëshirës mund të shtojmë dhe shërbet në revani. Ju bëftë mirë.